Pjasi i pastroni themrat e plasaritura vetëm me 2 përbërës. Këmbët e plasaritura nuk janë vetëm të shëmtuara, por edhe të dhimbshme. Megjithatë, ekzistojnë një zgjedhje e lehtë për këtë problem, për të cilën do ju tregojmë disa mënyra të thjeshta që në pak kohë mund të arrini të realizoni edhe trajtimin e këtij shqetësimi. Pasi të keni mbaruar, mund t'i shikoni këmbët e rigjeneruara si më parë. Ja si ta bëni këtë. Hapi i parë, trajtimi me ujë të ngrohtë. Përbërësit që u duhen është ujë i vakët, 2 lugë sodë buke dhe 2 lugë krip. Hidhni ujin e vakët në një vask, shtoni sodën e bukës dhe kripën dhe i përzjeni ato mirë. Futini këmbët në këtë përzierje dhe i lini të veprojnë për 15 minuta. Më pas, i hiqni nga ajo, i thani mirë dhe i fërkoni këmbët me një gur të posaçëm për to. Pasi të keni përfunduar të gjithë procesin, aplikoni gjithashtu krem hidratues në këmbët tuaja. Kjo është një metodë shumë e mirë që mund t'ju ndihmojë në lehtësimin e problemeve të themrave të plasaritura në këmbë.